thonë Albert, këta autorët turqë që kam përkthyer unë një libër me autorët burime turke, Osmane, që ishin këta kronikanët që merrte çdo ushtri kur fillonte luftën, dërgonin e një kronikan që shkruante çfarë ndodhte, dhe këta shkruanin me superlativa për ushtrinë e tyre, po ti lexosh trimat tan, burrat tan, edhe tregon këto luftrat që janë bërë për pushtimin e Beogradit deri në 1930-ën, kështu më fal, 1530-ën me rënien e Aninës, e kam domethënë nga këto burimet Osmane, si Enver Pashazade, ca të tjerë tash që si mbaj mend. Edhe këta thonë kur flitet për luftën në Kurvelesh, si duket, ushtarët tanë thotë unë gjitën atje ku dhe çapojt e pulës thyen, thot, në qoftë se do guxonte të ngjitesh, thot, dhe arritën më në fund, thot, imposhtën këtë racë, thot, kaq të fortë, thot, dhe të panënshtruar, thot, dhe femrat e tyre, thot, nuk pranonin, thot, të binin në dorën, dhe o bënin vetvrasje, thot, me armët e burrave të tyre, thot, ose idheshin nga greminat. Pra i veçon shqiptarët si raca ynë, në ndryshim nga këto racat e tjera të Ballkanit, bullgarët ose rumunët ose hungarezët, dhe i konsideron një racë e fuqishme, e panënshtruar. Kështu i konsiderojnë këta autorët Osman. Mirë, desha të pyesja një çik se e shmangëm një çik të bisedën me